Dashi, sot ndjen frymëzimin të zgjerohet në zemrën tënde, duke të dhuruar energji për të përballuar çdo sfidë. Në dashuri është koha për të ndarë më shumë momente të ëmbla me partnerin. Nëse je beqar, një takim i rastësishëm mund të ndesë një shkëndijë të re emocionuese. Në punë, dediko kohë për të përfunduar projektet e nisura, përpjekja do të vlerësohet nga të tjerët. Financat janë stabile, por shmang shpenzimet impulsive dhe përgatitu për të kursyer për synime më të mëdha. Në aspektin emocional, lejo veten të shijosh çdo çast si një aventurë të vogël. Kujdesu për shëndetin duke u relaksuar dhe kaloni kohë në natyrë. Dita të premton qetësi dhe kënaqësi në çdo hap që hedh. Denë. Sot, universi fton mendjen tënde që të hapet ndaj mundësive të reja. Një takim i papritur mund të ndesë shkëndija të reja në zemrën tënde, duke sjellë emocione të veçanta. Nëse ndjen një ndarje mes dëshirave personale dhe përgjegjësive profesionale, përpiqu të gjesh një ekuilibër. Një plan i vogël financash mund të ndihmojë për të menaxhuar më mirë shpenzimet dhe përgatitjen për të ardhmen. Ndiq intuitën tënde në vendimet e rëndësishme, pasi ajo do të udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura. Mbrëmja të fton të relaksohesh dhe të kënaqesh me miq apo me një libër të mirë. Kujto që qetësia e mendjes fillon nga brenda, ndaj ushqeje shpirtin me energji pozitive. Binjakët, sot është një ditë për të hapur zemrën dhe për të ndarë ndjenjat me ata që doni. Në punë, përqendrohuni tek detajet dhe mos nxitoni në vendime të rëndësishme. Do ndjeni një valë energjie që ju shtyn drejt projekteve të reja, kështu që besoni në intuitën tuaj. Financat janë në një ekuilibër të mirë, prandaj mbani këtë ritëm për të shmangur shpenzimet e parsyeshme. Fjalët tuaja do jenë më të thella sot, kështu që përdorini me kujdes dhe dashuri. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do sjellë freski dhe afërsi emocionale. Shijoni momentet e vogla dhe çmoni bukurinë e tyre. Përkushtimi ndaj mendjes dhe trupit do ju ndihmojë të ndjeni më të plotë dhe të qetë me veten. Daforia. Sot është dita për të eksploruar thellësitë e ndjenjave dhe për të gjetur ekuilibrin midis zemrës dhe mendjes. Ndërsa ndjenjat të pushtojnë, do të jetë më e lehtë të ndash emocionet me personat e dashur. Një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë qartësi dhe afërsi të re. Në punë, një ëndër e vjetër mund të marrë formë nëse i kushton vëmendje detajeve të vogla. Duke qëndruar fleksibël, do t'i kalosh sfidat me elegancë. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmang shpenzimet e tepruara dhe investimet e pasigurta. Ndiq instinktet, por mos harro të shqyrtosh mirë çdo vendim. Përkushto një moment për të qetësuar dhe për të dëgjuar ritmin e natyrës rreth teje. Harmonia do të të ndjek. Luani. Sot, yjet të ftojnë të shikosh përtej sipërfaqes së gjërave dhe të kërkosh thellësinë e emocioneve. Në dashuri, hap zemrën dhe dëgjo me vëmendje partnerin, sepse një bisedë e sinqertë mund të thellojë lidhjen tuaj. Në punë, krijimtaria është çelësi i suksesit sot, mos ki frikë të propozoj ide të reja. Financat mund të kërkojnë një analizë më të mirë, planifikimi i kujdesshëm do të mbrojë nga shpenzimet e panevojshme. Energjia kozmike të ndihmon të ndjesh më shumë qetësi dhe harmoni. Merr pak kohë për veten, një shëtitje në natyrë mund të jetë e dobishme për mendjen dhe shpirtin. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të ndërtuar një jetë të pasur dhe të lumtur. Virgjëresha. Dita e sotme ju fton të përqafoni ndryshimet me zemër të hapur. Në dashuri, ndjeni se lidhja juaj po hyn në një fazë më të qëndrueshme dhe është koha të ndërtoni më shumë mbi këtë themel. Në punë, një projekt i ri do ta tërheqë vëmendjen tuaj, jepni maksimumin dhe do të shihni rezultate të frytshme. Kujdesuni për detajet financiare, pasi një vendim i zgjuar sot do të sjellë përfitime në të ardhmen e afërt. Mos e nënvlerësoni fuqinë e një pushimi të shkurtër gjatë ditës. Rigjenerimi do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e ardhshme. Shijoni momente të vogla lumturie dhe lërini ato të bëjnë magjinë e tyre. Do të ndjeni më energjik se zakonisht. Kjo është dita juaj. Dëshorja. Sot do të ndjesh një nevojë të thellë për balancë dhe harmoni në jetën tënde. Në marrëdhëniet sentimentale, kërkoj që të dëgjosh më shumë se sa të flasësh. Kjo do të thellojë mirë kuptimin. Në punë, një projekt mund të kërkojë më shumë përkushtim se sa parashikoje, por mos u shqetëso, përpjekjet do të shpërblehen. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet impulsive. Kujdesu për veten dhe gjej pak kohë për reflektim. Një shëtitje në natyrë mund të jetë çelëse dhe inspiruese. Sot është dita për të ndjekur intuitën tënde dhe për të besuar në vetvete. Mos harro të vlerësosh bukurinë e vogël që të rrethon dhe të qëndrosh pozitiv. Akrepi. Sot është një ditë e ndritshme për të eksploruar mundësi të reja në karrierë. Ndjenja e përgjegjësisë që ndjen do të jap forcë për të realizuar me sukses detyrat e reja.
Kujdes në komunikimin me kolegët, sepse një fjalë e ngrohtë do të hapë dyrë të reja. Në dashuri, është momenti i duhur për t'i treguar partnerit se sa i vlerësuar është. Një darkë e qetë në ndritën e qirinjve do të forcojë lidhjen tuaj. Financat duken të qëndrueshme, por bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Pak vetë kontroll do të ndihmojë të ruash stabilitetin. Ndjenjat e tua janë të thella dhe të sinqerta sot, duke të sjellë paqe të brendshme. Lejoje veten të ëndërrojë dhe të shohë përtej të dukshmes. Shigjetari. Sot ndjeni të frymëzuar dhe plot energji, gati për të përballuar çdo sfidë që ju del përpara. Në fushën e dashurisë, kujdesi i treguar ndaj partnerit do të shpërblehet me një intimitet të thelluar. Për ata që janë beqar, një takim i papritur mund të ndezë një shkëndijë të re. Në punë, zgjidhni t'i jepni përparësi detajeve dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët, pasi bashkëpunimi do t'ju sjellë rezultate të shkëlqyera. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por menaxhimi me kujdes i shpenzimeve do t'ju ndihmojë të shmangni surprizat e pakëndshme. Mos harroni të relaksoheni dhe të kaloni kohë në natyrë për të rigjeneruar mendjen dhe shpirtin tuaj. Ndaloni dhe shijoni momentin, duke lejuar vetes të përjetoni magjinë e ditës. Britsjapi. Dita e sotme do të sjellë një harmoni të veçantë në jetën tuaj, duke ndriçuar me optimizëm të ardhmen. Në dashuri, ndjeni një lidhje të thellë me partnerin dhe është koha ideale për të shprehur ndjenjat tuaja. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndezë një shkëndijë të re. Në punë, kreativiteti juaj do të vlerësohet nga kolegët dhe mund të merrni një detyrë të re që do të sfidojë aftësitë tuaja. Financat duket se janë të qëndrueshme, por qëndrimi i kujdesshëm është çelësi për të shmangur shpenzime të panevojshme. Ndiqni intuitën tuaj, ajo do të udhëheqë drejt vendimeve të drejta. Mbani mend, ngrohtësia e brendshme do t'ju udhëheqë sot në çdo hap që do të ndërmerrni. Ujori. Në këtë ditë, zemra juaj është e hapur për ndjesë të reja dhe aventurat e dashurisë ju thërrasin. Nëse jeni në një marrëdhënie, përpiquni të komunikoni me partnerin tuaj për të ndarë dëshirat dhe ëndrat. Në punë, përballuni me sfidat me optimizëm dhe guxim, duke nxjerrë në pak kreativitetin tuaj unik. Ndryshimet e vogla mund të sjellin përfitime të mëdha financiare, kështu që mbani një sy vigjilent mbi mundësitë. Sot dëgjoni intuitën tuaj, ajo do t'ju udhëzojë drejt vendimeve të mençura. Mos harroni të merrni pak kohë për veten dhe të shijoni kënaqësitë e thjeshta të jetës. Ndërsa dita përfundon, lëreni mendjen tuaj të qetësohet në heshtjen e natyrës, duke reflektuar mbi bukurinë përreth jush. Peshqit. Sot është një ditë për të reflektuar dhe për të zgjedhur me kujdes fjalët që përdor. Në dashuri, gjithçka mund të duket e paqartë, por thellë brenda jush gjendet një ndriçim që ju udhëheq. Mos u ngutni për të marrë vendime, ndonjëherë durimi është miku i zemrës. Në punë, komunikimi i qartë do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Ndiqni intuitën tuaj, ajo do t'ju udhëzojë drejt zgjedhjeve të duhura. Në aspektin financiar, mbajini fort parimet dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Një investim i vogël sot mund të sjellë përfitime të mëdha në të ardhmen. Ndjeheni më të ndjeshëm se zakonisht, por kjo ju bën më të afërt me emocionet e të tjerëve. Përqafoni këtë ndjesi dhe lini veten të ndjeni plotësisht.